Selamu alaikum të dashur miq. Temën e sotme e kemi titulluar Merru me punët tua apo Kqyri punët e tua. Kjo temë vjen në një kohë kur njerëzit shpesh ankohen se të tjerët bëjnë përgjime, bëjnë ndërhyrje në jetën e të tjerëve pa leje dhe pa nevojë. E si duhet ta menaxhojmë kurreshtjen tonë, si duhet të shikojmë punët tona dhe çfarë çështje ka feja islame për këtë punë, si zakonisht në këtë rrugtim me Hoxhën Ekrem Avdi. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë se takojmë vjer. Hoxhë, është vetëm shprehje popullore kjo Kqyri punët e tua apo ka edhe bazë fetare? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me buzë në gaz. Po bujar se kur the Kqyri punët tua, do më thonë kjo mas shumë ti... Unë për kqyrit mija, po e bëj pyetjen. Mas shumë ti do të me thonë se ti e ai që në jetën time mas shumë ti më ke bo pyetje. Legalisht. Si duhet. Legalisht. Me autorizim. Si duhet t'i kqyrim punët tona, ose si duhet... Jo. Pse duhet t'i kqyrim punët tona? Menoj se kjo është më e rëndësishme, për arsye se si... Përgjigja është atë që thjesht sa që s'ka nevojë na me u lodhë dhe me humb kohë për me folë. Mirë, po pse ka arsye të shumta. Kurreshtja, unë mendoj se është një sfidë, është një problem i egos njerëzore. Mbase është një manifestim i asaj egoje të pangopun, sikurse për shembull pangopsia në pasuni, pangopsia në famë, pangopsia në Çka po dijone me vetë, për shembull, 1 milioner, a kështë pas qef me i pas, sa milion ki pasuni, 5 milion, a kështë pas qef me i pas 10, sigurisht që thot po. Me pyet një të famshëm, sa i famshëm, thot kam kaq ndjekës, për shembull në rrjete sociale, a kështë pas qef me pas 2 fishin, sigurisht thot po. Se cili do të vetës pastaj mja boj, jo njëri tjetrit, për arsye se të edhin bojar, gjatë gjithë këtij rrugtimi bashkërisht që e kemi për një dekadë gjysmë, e ma tepër, ndoshta. Po menoj, e dim edhe, e din ti çka themon. Nuk ja bojmë gjykat si njëri tjetrit, në asnjë mënyrë, mirë po derisa flasim ti skiçare pa fol për me dëgju dikush për arsye se është një gjatë cilën ti e përjeton, e ndin, konsideron se është e mirë dhe e rëndësishme, konsideron se e kundërta e saj është gjithashtu e damshme dhe e pavend, edhe ndihet nevoja automatikisht që ti me e formulu atë në formë të këshillës edhe me ia dhon dikujt, kështu që këshillat të cilat ne i ofrojmë edhe i japim nuk janë gjykime, nuk janë akuza, nuk janë në asnjë mënyrë hiç, thjesht janë këshilla edhe janë shumë të përzemërta. Madje do të më e thonë edhe këtë, nuk është edhe unë ti që po flasim në këtë temë, pse do të me menaxhu kurreshtjen, nuk është edhe unë ti që si jemi nga njerë kurreshtar. Kurreshtja në esencë nuk është problematike, ne po flasim kurreshtja në esencë çdo kurreshtje. Bravo, kurreshtja në esencë nuk është problematike, por mos menaxhimi i saj është problematik. Kjo është e para. E dyta, qasja ndaj kurreshtjes, domethënë ashtu si duhet ta ketë secili prej neve një qasje ose një formulë vetanake, qysh me menaxhu kurreshtjen. Unë mendoj se ashtu ka, sidomos Islami jep udhëzime të një etike interesante shumë bujar, qysh mos me i provoku njerëzit në kurreshtjen e tyne. Ata jep një shembull interesant, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos të përshpërisin 2 persona në prezencën e të tretit, sepse kjo e bën me u ndi keq. Pse e bën me u ndi keq? E bën me u ndi keq, jo do e mos se ati i shkon menja se po flasin për te. Edhe pse mundet, dikush edhe kështu mundet, pse po përshpëritin këta. Pse janë duke fol keq për mu, ose këta po përshpëritin për shkak se nuk kanë besë në mu, ose kështu me radhë, ose kështu me radhë. Mirë, por nuk është vetëm kjo shqetësimi i atij personit tret. Mendoj se një shqetësim tjetër është edhe pikërisht ajo dëshira, e kurreshtja, e pamenaxhume. Për çka po flitet? Për çka po flitet? Po, se për shkak ata mund me thonë, na bëh hallall, po si jemi të fol për ty. Po, unë ju besoj se jeni të fol për mua, megjithatë unë son po bona rat pa. Kjo menaxhimi i kurreshtjes që përmendet, anë kupton që të mos merremi me gjëra që nuk na përkasin. Sakt. Nuk ka ma drejt për drejt që lidhet me këtë temë, ndoshta se sa thonja profetike, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Nga më e mira
e përulljes e nënshtrimit e islamit të cilit do është t'i shmanget asaj e cila nuk i përket. T'i shmanget, t'i largohet asaj e cila nuk i përket. Çka duhet ty kjo të cilën po interesohesh me e ditë? Ose e kemi edhe një udhëzim kuranor interesant ku Allah i madhruar u drejtohet me urdhër besimtarve, ja ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'in tubda lakum tasu'kum. O ju që keni besuar, mos pyetni për gjana të cilat nëse do t'i dinit përgjigjet rreth tyne, do të ndiheshit keq. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ka gjana të cilat është më mirë të mos i dim. Sidomos nëse nuk janë drejt për drejt të lidhura me neve, për arsye se për punët e veta njeriu gjithsesi duhet të interesohet. Mirë, po mos u intereso për punët e huaja. Ose nëse interesohesh për punët e huaja, atëherë a je i gatshëm që dikush me thonë këshyri punët e tua? Jo, kjo është më e pakta. Bujar, me thonë këshyri punët e tua është e rëndë, patyshim. Është e rëndë edhe pse e meritojmë me na thonë. Po mendoj se shumë na kish bo hajër, kohë pas kohë dikush me na thonë këshyri punët tua. Është e rëndë, por është edhe ilaç. Është edhe ilaç, bravo. Ose ajo për shembull kur shkojmë dikun trokasim nder, edhe ne për shembull trokasim ose i bim zilës, ose e thrasim filanin në telefon, nuk përgjigjet, është një farë ndjesie jo shumë e këndshme, por është në suazat normales. Mirë, por nuk na ka ndodhur me shku me i trokit dikujt nder, jo afërm ose familjar ose i njohshëm ose kështu me radhë. Edhe me thonë mos hyn. Edhe me thonë mos hyn, kthehu. Ndërsa Allah i madhruar thot: "Wa idha qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Nëse u thuhet kthehuni se kjo është më mirë për juve. Më thonte një mik, thonte se kom provu kur në jetë, nuk e di çysh kisha reagu, bashkë kisha pas qef me më ndodh një herë, kur të shkoj dikon me më thonë, ma bon halal, s'ka mundësi me pranu musafir. Kthehu mrapa nga ke ardhë, me provu vetën që shpondihem. Realisht, une menoj se kemi nevoj kohë pas kohë me dalë prej zonës e komoditetit, në kuptimin e asaj që kërkush nuk na e prish qefin, kërkush njët nuk na thot, më falë, s'muj me prit musafir. Të gjithë më përgdhelin. Ose, bravo, lajmërot në telefon, thot, më falë, po s'muj me fol. Ti i thu, po ves një minut e kam. S'muj me fol, e mbyll telefon, mos u jedhma. Ai tregoj respekt, ai të përgjigj, vetëm të tha se nuk jam në gjendje me bisedu. Ose me thonë dikush këqyri punë tua, madje këte, ndoshta edhe na e thojnë njerëzit në forma të ndryshme, por ne mund edhe të mos e kuptojmë si mesazh, nganjëherë ndoshta edhe shpërfillim, mirë po jam shumë i bindur që nëse e kuptojmë, sigurisht na bën të ndihemi keq, por në perspektivë nuk do të duhet të ndiheshim keq. Për arsye se janë një mori informatash edhe gjanash të cilat ne edhe mund t'i zbulojmë nëpërmjet pyetjeve të ndryshme, që u abojmë të tjerëve, mund t'jenë të pakëndshme ato pyetje, mund t'jenë të pakëndshme situatat të cilat ato i krijojnë, mund t'jenë edhe përgjigjet që i marrim jo gjithashtu të këndshme, mirë po sikur t'i shmangnim të gjitha këto, sigurisht që nuk do të humbnim asgjë. Madje ndoshta do të ishim shumë më rahat. Kështu që kemi nevojë kohë pas kohe dikush më na i thon këshyri punë tua, ose kthehu mos hajde, ose s'muj me pranu musafir, ose kështu me radhë, për me pa pak vetën se çysh po reagojmë, çysh po sillemi në situata të pakëndshme, në situata ku mungon përgëdhelja. Dhe kjo njëjta vlen pra edhe për kurreshtjen. Hoxh, si me dalluat kurreshtjen e keqe dhe për asaj të dobishme? Tregon cila është e dobishme. Njeriu gjithmonë thot jam kurreshtar sepse dua të di më shumë, dua të mësoj. Të mësoj më shumë. Bravo. Por a ka dhe dije të parëndësishme, apo të panevojshme që ne gjykojmë si të nevojshme për ne? Ka padyshim edhe dije të panevojshme, ka dhe dije të padobishme, se të këtilla i ka cilësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje është lutë që Allah ta mbrojë prej tyre. Si ta dallojmë dijen e dobishme prej të padobishmes, ose si ta dallojmë ambicien tonë për të mësu prej kurreshtjes, prej dëshirës për ta ushqyer kurreshtjen. Se janë disa pyetje nganjëherë prej cilave s'ka kurfar dobi, s'ka kurfar refleksioni konkret. Thjesht është dëshirë për me ushqyer kurreshtjen. Kurreshtja është e pangopën, këtë do të pajtohemi. Domethënë, nëse hyjmë në
labirinthin e pyetjeve, pse, si, Kurreshtare. Pyetjeve që realisht janë thjesht, veç pasojë të kurreshtjes së pa kontrollume, kur nuk përfundojnë pyetjet. Ka në disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku përmendet se njeriu, shejtani do të vazhdojë ta cyt njeriu me pyetje, pse kjo, kush kjo, si erdhi kjo, deri në moment caktuar ku i thotë, e Allahun kush e krijoi. Kjo është pyetje. Mirë, por nuk bëhet. Kur folëm javën e kaluar për çështjen e udhëzimit. Sakt. Mund të ulëmtoj në krimin e Allahut dhe jo në Allahun. Po, tash si ta dallojmë dëshirën dhe ambicien për të mësuar prej dëshirës për të shu kurreshtjen, unë mendoj se është shumë e lehtë, është një mjeshtri, megjithatë, është mjeshtri, por është mjeshtri që secili në mënyrë të lehtë dhe të thjeshtë mundet me përvetësu. Çdo pyetje që mendon me ja bë dikujt, sikur tash unë ti që po flasim, ti don me e bën një pyetje, pse e bën, cili është motivi që po bën pyetje? Motivi është ta sqarojmë një gjë e cila mundet me na hym punë. Një gjë e cila prej cilës mundum me pas dobi. Edhe këtu mendoj pikërisht kjo e bën dallimin mes dëshirës për me ditë me mësu, që është fisnike, edhe dëshirës që është thjesht me ushqy kurreshtjen, e që prapa asaj mundet mos me pas kur gjë të dobishme. E tash normal, edhe atëherë kur po e zon nxënësi i dijes, do më thonë nxënësi i dijes, megjithatë ka kurreshtje, se sa më shumë të shtohet dija, aq më lehtë dhe më mirë menaxhohet kurreshtja, njëkohësisht aq më mirë menaxhohen të gjitha pikat e dobta në qenë një njeri, edhe njeriu vazhdon me mbet njeri, sado që të mëson, nuk është se bëhet me laçe, edhe nuk është se bëhet i pagabueshëm. Edhe është interesante shumë se dietarët sidomos çfarë pyetjeve ju kanë dhënë përgjigje çuditësh. Bile nga njëherë ti thuhet që ka shku mendja dikujt me pyet këtë pyetje. Nëse të kujtohet, e kam thënë disa herë nga njerë, edhe shikuesit tani bojnë disa pyetje interesante shumë. Edhe unë them, kur s'm pas ka shku mendja me holumtun këtë temë, me bo këtë pyetje, je dëshmitar edhe ti. Këtu duhet të themi se nëse dikush interesohet për të ditë gjëra kështu të përgjithshme, që në një farë mënyrë nuk e prekin privatësinë e askujt. Kjo është shumë e rëndësishme tash edhe kurreshtja, themi ndoshta hajde e ka një farë arsyetimi ose një farë justifikimi. Por është edhe kufire aty. Por derisa nuk e prek privatësinë tone, po çka më hyn nu dhe mu me të pyet ty si po ja del, si po shkon, çka bën sot, nësa e zgju, nësa e ke pi kafën, mohabetet këtilla. E tash kjo kurreshtja është e dëmshme, përveç që është e dëmshme, është edhe e bezdisshme, edhe ai i cili nuk arrin me menaxhu këtë lloj të kurreshtjes. Në një farë mënyrë ai i cili interesohet për çdo gjë në jetën tonë, ose në jetën e tjetrit, ose në jetën ose në detajet e një shoqërie, ose çka do të qoftë, ai pastaj përveç që është i bezdisshëm, ai mundet edhe si më thonë, me u konsideru si çka ka kjo që po interesohet ka shumë. Në të mund me nxall një dozë të dyshimit, ose ku e dion, po menoj edhe na njerëz jemi të gjithë edhe paragjykimi të njeriu në esencën e tij është i natyrshëm. Tjetër është që ne kemi obligim me majtë në kontroll dhe mos me lënë, domethënë për gjithçka me paragjykua, ama dikush për nivel me interesimet e tij të shumta ose këshyri punë tua, ajo mund të formulohet edhe më vrasht, mos i fut hundët tua gjithkohon, e kur e sheh se dikush po i fut hundët gjithkohon, një mend të shtin me mendu, çka ka kjo, pse e ka gjithë këtë interesim për këtë punë. Pra, është e patolerueshme, dëshira ose gatishmëria e dikujt për me ushqy kurreshtjen e vet, duke e cënu privatësinë e një personi ose një shoqërie ose një grupi ose një biznesi ose ku e diun se çka, rre këshyri punë tua dhe mos u përzinë. Po, në anën tjetër sa... Më falë vetëm edhe këtë ta them. Ndërsa një pjesë e kurreshtjes mund të jetë thjesht kurreshtje për ditë më shumë. Ai s'është se interesohet çka janë punët e bujarit, po interesohet për shembull në profesionin e bujarit me ditë sa më shumë, edhe pse për shembull unë mund të parashtroj ty pyetje profesionale të formimit tan,
Po mos më hynë punë ato, se kam nërmend me u bo gazetar, as moderator, as kështu me radhë. Muj me të parashtru pyetje se më hynë punë, për shembull disa gjona, disa marifete të komunikimit. Por jo detyrimisht edhe ato që se kam nërmend kur me u marrë me atë veprimtari. Megjithatë, sado që njeriu interesohet, mund të jetë edhe një person i cili megjithatë ka qef me ditë, ka qef me u pasuru me dije, me informacion. Kjo është më pak e bezdishme, ndërsa ajo personalja, ajo që prek privatësi. Prek privatësinë ose prek qëre, a din që është puna e privatësisë, nuk ka thjesht privatësi, vetëm pse njeriu është interesuar ose ka dëshirë me fsheh diçka për publikut. Jo, por çfarë dobije ka publiku me ditë punët e mia. Ti e din, bojar, unë personalisht shpeshherë më thrasin, hajde me na e dhoni një rrafim mjetësor. Po kush jam unë me të dhon ty rrafim mjetësor? Çka kom bëone që tash me u bëone frymzim për dikën që me edhon një rrafim mjetësor. Ose edhe nëse kom bë diçka, më lera hatë se unë shumë komod jam të qështu, me jetu qështu, si një njeri rëndom që e ka jetën e vetë edhe hajte i valla. Kështu që interesimet e njerëzve dhe dëshirat e njerëzve për me bo pyetjet shumë të e kështu me radhë, për një mend din me kanë të bezdeshme. Dhe, Hoxh, sa lidhet kjo me humbjen e kohës edhe energjisë? Me gjërat pa rëndësishme, duke qenë se jeta ecën, është amanet. Në vend se me u marrë me punë të hajrit, merresh me punë të pa hajrit, që s'po thome punë të sherrit. Hajtë s'po themi se është sherr, po edhe hajrë s'ashtë. S'po themi se është e damshme, edhe pse mund t'jetë e damshme. Po të paktën e dobishme nuk ashtë. Edhe akoma jemi pra, në atë pikën ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam kërkon të mbrojtjen e Allahut nga ajo që mund të dihet, të mësohet, por prej cilës nuk ka dobi. Kështu që është humbje e kohës, është humbje e mundësisë, është humbje e rastit për me përfitu ma e pakta që njeriu mundet me bo në këtë rast është me hesht, se ma mirë është me hesht se sa me bo pyetje vend e pa vend. A ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Kjo me bo pyetje të panevojshme, mu interesu për me shu kurreshtjen, me hyrë edhe në detajet e jetës private të filanit e të fistekut. Edhe këtë e përshin hadithi. Pa pikëdyshimi po, edhe s'munët kërkush. Me thonë se është e mirë. Në anën tjetër, bujar, më lejo të them edhe këte për arsye se këto tema ne duhet t'i trajtojmë jo vetëm në rrafshin individual, e formulojmë, e themi si këshill, e merr secili, domethënë këtë këshill e aplikon jetën e vet edhe marroj puna. Jo. Për arsye se njerëzit sado që ne flasim sonte nuk do të thotë se problemi i mos menaxhimit të kurreshtjes ka me u zgjidhur në shoqërinë tonë. Nuk zgjidhet, nuk përfundon, gjithë ka me pas asi kurreshtar. Po, sakt. Gjithë ka me pas asi kurreshtar të papërmirësueshëm. Mirë, po pastaj ne duhet të kemi kujdes edhe ajo pjesa e vetëdijshme e shoqërisë. Po menoj mësuesi, pedagogu, hoxha, prinde, domethënë, duhet të jenë të shkath ashtu që po e zonë nëse u parashtrohet një pyetje e cila mund të jetë pa vend. Ato që ne i themi pyetje pa lidhje, ti e din çka thomën për këtë punë. Them nuk ka pyetje pa lidhje, ka përgjigje pa lidhje. Pyetja mund të jetë pa vend, po kjo nuk mund, s'ka nevojë të bëhet arsye për me dhënë edhe përgjigje pa vend. Nga se ti funit nuk je i detyruar me u përgjigj në çdo pyetje që ta parashtroj njerëzit, po megjithatë e ke obligim me fol mirë. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shpesh herë kur e kam pyet ndonjë pyetje, nuk ka qenë pa lidhje, nuk ka qenë pa vend, po s'ka qenë pyetja më e mirë. Ka qenë pyetje e cila është trajtuar më herët edhe janë vendos kornizat e asaj përgjigje edhe ka mbet në një si më thon nivel të themi të kufizuar, sigurisht është pyetja kur është kiameti. E përmend edhe Kurani këta. Edhe ja kanë bërë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa e përmend Kurani yes'alunaka anis sa'a, të pyesin për kiametin. E janë mursaha, kur do të ndodhë ajo? Ka ardhur njëri dhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur është kiameti ja Rasulullah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar me fol, e ka shpërfill atë pyetje, nuk ka dashur me dhënë përgjigje. Ose për ndonjë arsye nuk ka dhënë.
Ai ka përsërit edhe një herë. Do të thonë ka bërë 3 herë, saqë ata që ishin prezent rënë dilemë. E dëgjoi apo jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyetjen. Disa thanë e dëgjoi, por e shpërfilli, disa thanë nuk e dëgjoi. Pasi e përfundoi atë bisedën çka ishte duke thonë, thot transmetuesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ku është ai që pyeste kur është kiameti? Ai u ngre tha, ja ku jam, o i dërguari i Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e çortoi, nuk e boni të ndihet keq, po e ktheu bisedën në diçka produktive dhe dobishme dhe e filloi përgjigjen me një pyetje të vetën, me një kundër pyetje. I tha, ti që po interesohesh kur është kiameti, më trego mua çka ke përgatitur për kiametin. Çka ke përgatitur për kiametin? Edhe thash, ai ma e harroi pyetjen e harroi kurreshtjen, se tash u krijua një situatë e re dhe ky u gjend në këtë situatë të re, e pret tash se pejgamberi alayhis salam po më pyet çka kam përgatitur për kiametin edhe u mundu me e shtrydh komplet trunin e vet për me nxjerr një përgjigje reale, që me qenë sakt. I tha, o i dërguari i Allahut, nuk është se kam përgatitur shumë namaz ose shumë axherim, vetëm se një gjë më mban me shpresë, ajo është se unë e du Allahun edhe pejgamberin. Unë e du Allahun edhe pejgamberin. Kjo ishte përgjigje në pyetjen çka ke përgatitur ti për kiamet. Që ishte kundër pyetje në pyetjen kur është kiameti. Edhe tash na mundëm me thonë, me bëni natë një emision që po ta propozoj që don. Dhe kjo hoxh ishte prit ta them se to. A të bëjmë një emision një natë titullo apo keni qef me ditë kur është kiameti? Ose me bëni një emision apo keni qef me komentu ëndra? Pritni sot një javë ose sot 2 javë. Tash ëndra se përmendë hoxh i bëre kundërshtar. Po pra, pse po e them këtë? Po e them për shkak se njerëzit me bo unë edhe ti një emision me ëndra edhe me i bo telefonatat me pagesë. A i ti sa të pasun i shumë bohën e ti bo. Sinqerisht po të fanë. Përës në këshra hi se me i do 50, se unë i kësha komentu ëndra ti vesh pyetje ti këshe bo. Po du me thonë, pse njerëzit ka të shumë interesohen për ëndrat edhe për komentimin e tyre. Vesh për shkak se s'munën me menaxhu kurreshtja. Apo don me ta komentu në ëndër, për shembull, apo don me ta komentu në ëndër, me njerë të shkon menja 10 vjet e fundit, cilat ëndra i ke pa. Mundosh me nxjerr për aty në folderave, kush e di ku i ke lënë, ku kanë përfundu. Pa lene, më burë këtë muhabet, se sa është kjo muhabet që na do të me ngrit realitetin tonë mbi ëndrat cilat eventualisht dikush ka me na i komentu. Lejon është këtë punë. Tash, mos e qelëm këtë temë. A ka komentim të ëndrave? Ka. A kanë ëndrat kuptim? Kanë disa, jo të gjitha. Po lesh përfill e ëndrën, ktheju realitetit për arsye se çat ëndër që është përfill, kur mos u thot që ka me të nëse është ëndër e këndshme, por jeto, elhamdulillah. Në vend se me u shqetësu në gjumë, jeni mirë, hajti valla. Nëse është ëndër e keqe edhe e pa këndshme, mos e kthe kryt andej, mos e kur gjës të ndodh me kushtin që ta shpërfillash. E tash, hajde të themi, apo keni qef me ditë kur është kiameti? Krejt njerëzit po valla kemi qef me ditë, pse s'ndodhin 2012-ën, apo të këtot, para 2012-ës, pritëshin disa njerëz me ndodhin 2012-ën kiameti, po jo valla se me dasht edhe me kone nevojshme, me kone domosdoshme, Allah na kishtë tregu, kiameti është në filan ditën, filan vitin, veç para mendo nëse kiameti është nesër, të themi kiameti i vogël ose i madhe, kiameti i vogël është vdekja. Ne nuk e dim kush prej neve kemi me vdek nesër. Ndoshta do të vdesim nesër ndonjëri. Po thjesht veç pse nuk e dim që nesër do të vdesim, a di çfarë përparësie e madhe është? Pse? Për arsye se çato orë, ose çato çaste, ose çato ditë, ose çato javë që na kanë mbet jetës, ti shijojmë me xhallëri. Po kena me vdek, hajtë që kena me vdek. Po faktin që e dim se kena me vdek, tani në mban në drejtimin e duhur të jetës, por jo për me na nxi jetën. Për të njëjtën arsye Allahu i madhruar na e ka fsheh kiametin. Nuk kalon madje as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka ditë se kur është kiameti, por i ka ditë disa paralajmërime, disa gjëra, po ajo pedagogjia e tij alayhi salatu wasalam, çka na ka dhënë të kuptojmë, se
Ti, sa dush mund është kureshtjes tonë dhe me i dhonë hapsir, kur është kiameti, a janë qëto shenjat, a do të ndodhë në 2028 kjo punë, në 2029 kjo, lej bora të muhabete, po këqyrë qka ke përgaditi për kiamet, nëse do të thuhej. Pejgamberi alayhis salam na tregon edhe një metodologji se si të përgjigjemi njerëzve kurreshtar në këtë rast. Kurreshtarëve ekstremist, madje. Aty në që kam ti kalu çdo kufi të kurreshtjes. Po, shpërfillja është një miratim se mund të bëhet përballë. Jo shpërfilljen kuptimin, jo shpërfilljen kuptimin e nënçmimit ose ofendimit tjetrit. Mirë, po shpërfillje e pyetjes të caktuar me synim të drejtimit të bisedës në kohën e dobishme. Edhe mendoj se secili njeri i cili i parashtrohen pyetje në kuptimin e kërkimit të dijes prej tij, në kuptimin e kërkimit të përgjigjes prej tij, do të jetë në këtë nivel. Ani, dikush ndoshta s'din edhe pyetje me bë, dikush ndoshta edhe, për shembull, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai burri ka thonë ja Rasulullah, mëson të lutem, mëson se si të lutem edhe unë, se kur po e dëgjoj ty edhe Muadhin të u lut, po mahnitni sa bukur po i çndisni ato lutje. Tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jam mësu, na kemi sot edhe aplikacione, kemi edhe libra, lutjet profetike, edhe për një janë të mahnitshme. Po ati s'ka pas vakt edhe s'ka pas mundësi, ndërsa s'ka qenë gjendje artin e formulimit të lutjes, po thjesht e ka orientu bisedën prapë në diçka të dobishme. Ka thonë ti a lutesh, po, çka lyp? Thotë, në lypi xhenetin edhe lypi prej Allah të mbroj prej xhenemit. Thotë, qëto edhe na veç e çëndisim me fjalët tona, qëto mos u largoj prej qisaj. Vjen dikush edhe të pyet ty për shembull, sa je i pasur? Tash, për një me kjo është kurreshtja, ati kur gjonë nuk i duhet sa je ti i pasur. Ose sa ki borgje, edhe kjo si duhet, përveç nëse ka ardhur me të ndihmu për me i la borgje, është tjetër muhabet. A mo thjesht pyetje e kurreshtjes, atëherë e kthejmë bisedën në diçka, këqyrë vëlla vetën ti sa je i pasur, edhe llogaritë, mos i llogarit paret që i ki, po llogariti shqisat, gjymtyrat, shëndetin, familjen, e vladët të rrit, shnosh janë, harmonia familjare, kur shkon shpe, e mbyll derën, nuk të ka bo shpia ok, ajo shpreja popullore, do në thot, shkon edhe gjenë prejhe edhe qetësin familje, jo me pritu njeri me shku në shpit vetë. A i ki edhe ti qito, po qito i kam, po nuk e kam, për shembull, nuk e kam, që po dijon e standardin, sigur filani e fisteku, nëse i ki qito i e shumë i pasur. Në anën tjetër, hoqë, në surën Furkan përshkruhen robrit e përzgjedhur, që kur kalojnë pranë të kotës, kalojnë me dignitet. Si kuptohet kjo? O i dha merru billagwi, merru kirama. Me dignitet, vojar. I dignitet shumë është ai i cili, atë themi popullor, që ai i cili nuk i fut hundat gjithkon. Që kjo është digniteti. Pse? Për arsye se nuk i jep shkas tjetrit. A folëm parës për përgëdheljen. Nuk janë të gjithë njerëzit të gatshëm me të përgëdhel. Nuk janë të gjithë njerëzit të gatshëm me të dhomë përgjigje, ose edhe nëse s'dojnë me të dhomë përgjigje, nuk janë të gatshëm me të shmangë me edukat. Dikush ta përplas në fytyrë. Edhe nëse e ke pru punën me ta përplas në fytyrë, domethënë ty të është dhunu digniteti. Të është cënu digniteti, edhe në këtë rast kush është fajtori? Në logjikën e secilit prej neve, gjithmonë tjetri është fajtori, po në të vërtetë kush është ai i cili i parapriu kësaj situate të pakëndshme? Je vetë me atë kurreshtjen tënde të pakontrollume që të shtin me i fut hundët gjithkohë. Kështu që bënu i dignitetshëm, bënu kerim, edhe mos u intereso për gjithçka. Kjo është e para. E dyta, e laghu që përmendet në ajete, sikur ajeti i surës Furkan që e citove, ose ajeti i surës Mu'minun, ajeti i tretë, kad aflahal mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët në namazin e tyre janë të përullur, me njëherë mas namazit, nuk vjen zekati. Zekati, do të thonë namazi është në ajetin e dytë, zekati është në ajetin e katërt. Në mes tyre, ajeti i tretë thotë walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Dhe ata të cilët të kotës nuk i qasen, po i shmangen. E njëjta është ajo që ka he kota kur kalojnë dignitetshëm. Çysh dignitetshëm?
Nuk e kthen kokën ka e keqja. Të keqen e ignoron. Jo ignorim në kuptimin që mos më umarë me te, po ignorim në kuptimin e mos promovimit të saj. Se disa njerëz nga njëherë ndoshta me pretekstin, ose mbas edhe me dëshirën e sinqert për me ndru një të keqe, ata merren atë shumë me te, sa që i japin pompozitet, i japin famë, i bojnë reklam të keqës. Për shembull, e flasim nga njëherë disa, edhe ne hoxhallarët nga njëherë nga dëshira për me ndru situatën, ka hemira, flasim për shembull në xhami. E dini o vllazni se në lagjen tonë ka kështu, ka bastore, ka vendet bigjozit, ka vendet të immoralitetit, ka kështu, atë xhamati ndoshta edhe nuk i din. Pse po i përmend, pse po i bën të famshme. Nuk është kjo çësia, domethënë këtu është e keqja që kur të kalojsh ka ajo do të më e kthy krytën tjetër anë, për shkak se pamja është e keqe. Ose nga njëherë aroma mundet me kon kundërmuese. Çka bën njeriu e kthen kokën tjetër anë ose e mbyll punën. Që kjo është dinjiteti. Pra dinjiteti është me u mundu me e përmirësu gjendjen pa shkaktu dome shtesë. Për shkak se prej rregullave të Islamit është që ndryshimi i të keqës të bëhet me kushtin, disa kushte i ka. Një që të dihet se është e keqe, se nga njerë dikush menon se është keq kjo punë, po s'është keq, ose marrja me te të mos sjell një të keqe hala më të madhe. Kam përmend nga njëherë kur për shembull armist kanë pi alkool, edhe e kam pyet hoxhën, atë shkojmë edhe t'ju themi mos pini alkool se s'ban, ka thonë lejse kur po janë dehun ne po jemi rahat për tyne. Domethënë çësia e dinjitetshme ndaj të keqës është mos me u marr me atë punë e cila ty nuk takon, mos me i dhom pompozitet, mos me i bë reklam, edhe funit nëse nuk je ti ai i cili e ke aftësinë me u përball me një të keqe, se merë bajrakun se ban dam ma shumë se që jetë të bo dobi. Në kretë këto, menoj që hynë kalim thi, u i dha me rru billaghu i me rru kirama, kur kalojnë ka e keqja, kalojnë me dignitet. Ja ditë halin vetet, me menagju kureshtjen, me menagju ndjenjat, euforin, me lyp urtësin, me lyp rrugën e qëllume, edhe me alon se cilit kompetencën e vetë. Dhe hoxh, në anën tjetër, kureshtja nuk mbetet vetëm me kaq. Ajo nuk është vetëm dëshirë për të informuar, por pastaj të qonë në një fush tjetër, në një rrezik tjetër që është bartja e fjalëve. Po. Sa është e rrezikshme kjo? Shef, që në fakt për këtë temë ka hadithe për ndëshkime, për dënime të dëmshme. Po, ka hadithe shumë konkrete. S'pare veç do të me konsideru se bartja e fjalëve në mime është prej gjunaheve të mëdha. Kureshtja të shtin me marrë vesh diçka që s'është e këndshme, edhe si rrjedhoj pastaj me ushqy kureshtjen e dikujt tjetër apo me bë kureshtar dikujt tjetër. Jo veç ajo, bujar. Po ti thash kur e ke informacioni është sprovë, bujar. Hajtë thuj ti një personit, nëse do me e bo një test social. Thuj dikujt, po të tregoj diçka, ama në bes, mos i tregoj kërkujt. E ke qitë në sprovë qatë njeri. Pse? Për arsye se ti, ai kur konsideron se e ka një sekret, e posedon një sekret, ai thash, egoja nuk e lën rahat, duhet me ja dëshmu dikujt që çka di une, i di do gjana. Edhe me automatizëm, i bën disa gjunahe. E para, e zbulon sekretin e tjetrit, e dyta, përgojon, e treta, bart fjalë, e katërta, bën fesat që rregullon raportin mes njerëzve, do më thonë gjunaj bëhet shumë dimenzional. E thash, kjo ishte eksperiment social. Ndërsa, nëse heq pa ta besu kërkush sekretin, ti fillon me hulumtu. Prej kureshtjes njerëzit hulumtojnë edhe në të metat e tjerve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ja ma'shara man amana bi lisanihi wa lamma yadkhul al-iman fi qalbihi. O ju që keni besu me gjuhë edhe formalisht, po akoma imani s'ka depërtu në zemrat tuaja.
la tatabba'u awratil muslimin. Mos hulumtoni në tmetat e muslimanëve. Nga se ai i cili hulumton në tmetat e tjetrit, se hulumtimi për çka bëhet? Për me i bë publike ato, Allahu do t'ja bëj këtij tmetat e tij, tmetat e këtij personi pra, dhe do ta poshtnoj edhe duke qenë tunajt në shtëpinë e vet. Kështu që edhe kjo bëhet prej kurreshtjes, nuk bëhet prej devotshmërisë. Nuk bëhet prej dëshirës për me arritë sevap, po bëhet prej dëshirës për me ushqy kurreshtjen edhe me ditë sa më shumë. Dhe pjesa e parë po përfundon edhe një pyetje kështu përfund. A është në rregull me i thonë dikujt merru me punët e tua? Po ndoshta tingëllon vrasht. Do të gjetë një mënyrë për me i thonë më mirë edhe më but, mirë po nëse është. Për arsye se kurreshtari jemi të gjithë, po si jemi kurreshtar 24 orë në ditë. Është e qartë, ka dikush i cili njihet vetëm për kurreshtjen e tij. E i ktili do të më u këshillu. Këtili do të me i thonë mos u ngot, këqyri punë tua, mos u merr me punë të hallkut. Krejt çdo çka folëm deri tash, ku mundet me të çu kurreshtja, te paragjykime, te keqvlerësime, te përgojime, te bartja e fjalë. Krejt do të më kujtu këtij, edhe nëse s'ndalet do më thonë o burr, nalu merru me punë tua se ki punën mirë. A nëse dikush e ka një kurreshtje të çastit, të cilën nuk është se është i atill, po ja që i lind në moment caktuar, ka qef me e ditë një gjë, nëse është gjë e ndihshme dhe s'doj me ja tregu, është mirë me ja formulu me një formulim të dobishëm për te. Ka pas prej dietarëve që është lidhet shumë me kurreshtjen, po lidhet me trajtimin e saj. Kur i kanë ardhur njerëzit me çytje të ndryshme, me dilema të ndryshme, me pyetje të ndryshme, qiejtë, toka, yjet, planetat, trupat qiellore, kështu me radhë, tash edhe mu me vetë nuk e di sa është distanca mes tokës edhe hanës, ose mes tokës edhe diellit. Ata që e din edhe në atë dije lidhet diçka, lidhen shumë gjëra, po ne njerëz të rëndom që nuk e dim, ne prapë zgjohemi në mëngjes, marrim abdes, falim sabahin, shkojmë punë, ham, pim, edhe jeta vazhdon. Dielli lind edhe pse nuk e dim ne për shembull se sa do të lind nesër. E sa do të përëndaj. Edhe dietarët me njerëz të këtillë janë marrë me pedagogji, me aftësi pedagogjike. E kanë eduku. Edhe atë kurreshtarin që e tepron me kurreshtje dhe ato do të me u mundu me eduku, ashtu që më ja kujtu disa pyetje të rëndësishme në jetën e tij. Për shembull me e pyet, a din me i numru gjanat cilat të prishin abdestin? Edhe nëse ai nuk din me i numru, atëherë mësoj një herë çto, masani merru me kurreshtjen. Kur të mëson atë, të merret me kurreshtjen ti i thua, a mi tregon tash cilat janë pjesë të përbamëse të namazit? Ose a mi tregon, ose edhe diçka për jetës së përditshme, s'ka rëndësi, domethënë diçka në punën e tij që ndoshta nuk është duke e bërë çu duhet, thjesht vetëm e kthy në tokë, se ai përpiqet me fluturu, kurreshtja është me fluturu, ti thu jo në tokë, hec në për tokë se këtu kemi nevojë të hecim, do të qëndrojmë. Faleminderit për këtë pjesë, që dashur miq, kthehemi pas pak, presim telefonatat tuaja. Vazhdojmë tutjet, dashur miq, do të mirpresim në vazhdim telefonatat tuaja, derisa do të kemi telefonues, vazhdojmë me mesazhet e arritura më parë. Thot si të jem besimtar i qëndrueshëm në një shoqëri që tall fen. Kjo pyetje mundet me u formulu edhe në forma të ndryshme. Jo vetëm tallja e fesë, po edhe plot sene që realisht nuk duket vetja si e shumë i stimuluar dhe i përkrahur për me qenë besimtari qëndrueshëm. Në çdo gjë në jetën tonë ne pikë pari do të më kërkojmë ndihmën e Allahut fuqiplot. Do thonë një shoqëri ku feja nuk vlerësohet sa duhet, duhet me lyp përkrahjen edhe ndihmën e Allahut. Pastaj do të më bëj vepra të mira. Një prej veprave të mira në këtë aspekt, se me vepra të mira njeriu forcohet edhe stabilizohet, është që njerëzit më u tregu se tallja me fen nuk është punë e mirë.
Do të më u shpjegu fen, do të më tregu, do të më debatu me njerëz në mënyrën më të mirë, pavarësisht se qëndrimet e tyre mundën me qenë shumë armiqësore, pavarësisht se fjalët e tyre mundën me qenë shumë ofenduese. Po pse dikush na ofendon fen, do të thonë që na do të më u kthy me ofendu atë njerëj, për arsye se kësaj krijohet shamat edhe konflikte të ndryshme, ndërsa ne jemi të thirrur që fen me sqaru edhe si mesazh me e përçu. Allahu i madhruar kur i dërgoi dy njerëzit më të mirë të kohës, Musajin edhe Harunin, te faraoni, te njeriu më i keq i kohës, ju tha flisni atij fjalë të buta. Kështu që ne e lutim Allahun të na dhurojë stabilitet edhe forcë, qëndrueshmëri, pastaj përpiqemi të bëjmë vepra të mira sa më shumë edhe lejnë Allahut ja dile. Vazhdojmë me telefonatën, alo? Në nama. Kur noni? Doshta e vetë hoxhën, jem të lexu Kur'anin, me 2023 një më konë haqë, me 18-3 ja kom fillu me lexu i kom su germa, dhe me thonë ja kom fillu me lexu e Kur'anin në arabisht. E kom bëhet me 4 herë, 5 herë jem ka fundi, po ma mërmenja po gaboj ka pak në i gerëm, inshallah ma folë në një, në ndë, kom qef me folë në vokën e notës, e lonë 3 kritura, po në 2 zakonisht në dërgjumin dhe, ma shumë. Edhe i foli 2 rekate, po të spit kom qef me në thonë ka 100 herë, ashtë mirë me thonë me të spit, dhe me gishta po harraj. Po i kom kërgjë do vjetë, 6 vjetë. Shumë faleminderit. Inshallah ma pranë zotë me një, kam qef me një të natë. Të dohet me të spika 100 herë, të ma si të kry abdesin, me në gjithë të dhe mravnë. E qartë. Kemi një tjetër telefonat, alo? Alo? Po, noni? Selam aleikum. Po, aleikum selam. Hoqë kam një pyetje pak vogël, nështë e ka do më thonin pak madhe mirë, po nështë edhe moshe e bo, nështë na nuk di në bashkë ashtu të me i trajtue me i qitë bashkë patër të pyetjet, po nështë kena pak qime. Ka rasti për me ndigjuë për këta bite Ademit sallallahu aleyhi ve sellem, kur rasti i tyne, a nuk ka qenë aty kur Habilja Kabilje myt njonin. Edhe me atë rast, dekjen e tina, unë po më intereson, qysh është krye ceremonia e vorrimit tina, kur atëherë nuk ka pas njerëz, nuk është dekja e parë, gjaku i parë që po dherë dhe e qartë. Token, e qartë. Mirë, falenderë, hoqë edhe dhe ne komendit qysh. Me përtet neve për na marrin shumë kohë do pyetje, ju s'keni fajnë, pyetje po bojnë do pyetje shumë me vërtet që nuk janë në rend, heq si islamit të skurgjojit. Ata mas pari do të me ditë që hoxha është doktor aty, edhe ka kry doktoratin për qata, është për qata, ka kry islamizmin për qata. Boni pyetje rreth qatyne qa është ajo njëri aty, se mësojnë edhe, na mësojnë diçka për tyne, po do pyetje shqetësime familjare që marrë jenë edhe ndashta edhe me u përgjetë që është e kështë. Për na marrin pak kohë, e hoxha ju përshëndes, me selam aleikum. Aleikum salam, falenderit. Shojmë duket kemi një tjetër telefonat, jo. Ta të lexoj Kur'an, por e shqetësuar për gabimet e mundshme gjatë leximit. Të gjithë ne, kur kemi mësu me lexu Kur'an, s'kemi ditë mirë. Sigur të kishim ditë, s'kishim mësu. I vetme është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu ja ka ngulit Kur'anin pa pas nevojë me mësu. Bile në fillim edhe i bekum alayhi salatu wasalam nxitonte me përsërit nga frika se mos po e harron, derisa Allah i madhruar nuk e garantoi dhe i tha mos nxito se nuk ke problem me këtë punë. Ne të tjerët të gjithë e mësojmë, edhe duke mësu, duke recituar në fillim belbëzojmë, mbase trashëgojmë gabime me vitet tona, ndonjë gjë themi gabimisht ose kështu me radhë, kështu që gabimet eventuale, sidomos kur jemi duke mësu, nuk duhet me na shqetësu. Për arsye se sikur të na shqetësonin, ne nuk do të lexonim Kur'an, e sikur të mos lexonim, nuk do të mësonim kurrë. Kështu që vazhdo me lexu, gjithnjë duke gjetë një mënyrë qysh me e përmirësu çdo ditë leximin.
Namazi natës, të sbihet, a ban me i numru, ki qef me thonë 100 herë, okej. Të ngatrohet numri, se dina ke thonë 99 hera, 101 hera, se dina ke thonë 90 hera, 110 herë. Në të dyja situatat je qarë, në të dyja situatat ke bo punë të mirë. Por nëse s'mundesh me gishta, ose s'mundesh me i majtë merë, merë të spit. Ato të spit të gjata i kanë 99 kokra. Një të silë, ne do më thonë, ke thonë 99 herë diçka. E thua dhe një herë bohen 100. S'ko kur farë të lashe. Si ka ndodhë varimi, thot, i njeriu të parë? Përmend Allahu i madhruar rrëfimin për 2 bijtë e Ademit në surën El Maide. Edhe në mes tjera, pasi që ndodhë vrasja, thot Allah i madhruar, feba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawat akhi. Thot pastaj Allah e dërgoi një korb i cili filloi të rmih në tokë, të gryej në tokë për t'ia bërë qartë atij se çka duhet me bë me kufomën e vllajt të vet. Domethënë aty është mësu puna e varrimit, ndërsa ka pas njerëz, një gjë duhet ta kemi parasysh, nuk ka qenë jeta, nuk ka qenë dunjaja në momentin e vrasjes së parë që ka ndodhur. Nuk kanë qenë vetëm këta 2 bijtë e Ademit. I kanë edhe 2 bija të Ademit, mbase ka pas edhe fëmijë tjerë të Ademit a.s. Kështu që ka ndodhur tamam qysh Allahu ka dashur, plus asaj shtoja që aty ka qenë Ademi a.s. i cili ka qenë pejgamberi i Allahut fuqiplot. E ka mësuar Allahu qysh me i bë ceremonitë. Do të vazhdojmë me telefonatën tjetër, apo do të komentosh për çështjen e pyetjeve të shumta? Merë telefonatën, pastaj. Qysh dushtë? Alo, noni? Ti e menaxha. Përshëndetje. Përshëndetje. Po tani pyetje për hoxha, nëse ka mundësi na tregu, pyetja e parë dhe dyta. Pyetja e parë e kam një pyetje për xhenet. A ka ndonjë njeri që i jep pe trupit që ato ekzistojnë? Një herë lutem, edhe një herë për xhenet? Pyetja e parë është xhenet prej trupit që ato ekzistojnë. Një hekë të trupit, të më thonë, a ka ndonjë mënyrë që shqeqen ato të trupit që ato ekzistojnë. Ende nuk po e kuptoj pyetjen. Xhenet që e godisin në thonin. Gjint? Po, e gjint. Gjinët. Po. Faleminderit regjia për ndihmesën. Pyetja e dytë. Po? Pyetja e dytë është për femnat që i lëshën burri, edhe më ndaj nuk ka vën as të baba, as të burri. Do më thotë vjen dita që me met në sakak e femër, do më thonë që nuk ka vën as atë as atë, do më thonë këto femna, a janë në qiell apo janë në tokë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. A kemi telefonat tjetër? Jo. E përmendi telefonuesi si çështja e pyetjeve, thotë na marrin kohën pyetje të panevojshme, konsideroj. Edhe unë edhe ti këtë bisede bojmë kohë pas kohë, pyetjet a janë në nivelin e emisionit, a jo, a lidhen me temën që e kemi trajtuar apo jo, a kështu me radhë. Megjithatë, ne derisa u japim mundësinë njerëzve që të paraqiten me telefon, ata e kanë drejtën të pyesin për çka donë. Edhe na e mbajmë drejtën të përgjigjemi çysh duam ose të mos përgjigjemi. Në rast se shohim të panevojshme ose ti e din, unë kurse di përgjigjen nuk më vjen marrë me thonë nuk e di. Gjithsesi ka pyetje interesante dhe ka pyetje që s'janë interesante. Pastaj këtu ne mundohemi me i menaxhu dhe me i kthy në atë do të thonë diskursin interesant edhe të dobishëm. Por pyetjet edhe unë jam i ftari asaj edhe pajtohem me shikuesin që e parashtroj shqetësimin, jam shumë kam ngolës edhe insistues, problemet familjare, problemet bashkëshortore, problemet prind fëmijë prind, vlla motër, vlla, na nuk mundëm me i trajtu, mos thirrni me na kallëzu çfarë probleme keni për arsye se edhe po jemi të pafuqishëm me ju dhënë ndonjë këshill. Sidomos përmes një emisioni. Sakt. Edhe tjetra, pa nevojshme me marrë vesh krejt ata që na përcjellin se dikush ka problemet kësaj natyre. Ma boni vjera kështu, ma boni nusja kështu, kunate janë i kënej.
Po menoj e kisha përkrahë apel. Pas edhe sikur të përgjigjesh Hoxh, nuk do të ishte zgjidhje për të gjithë. Përveç asaj, është edhe një diçka tjetër. Thirr një prendish që të thot s'po ngon djali. Prindi e ngon emisionin, djali se ngon. Ku na mi fol? Ashtë gjithë apo jo? Ose ankot gruaja në sjelljen e burrit, gruaja ngon emisionin, burri jo. E të ngjashme. Sido që tjetë. Gjinët thot si e godasin njeriu, si e sulmojnë. Është, edhe kjo është temë, nuk e di, është temë për të ushqy kurreshtjen, po është shqetësim, po është temë shumë e gjanë dhe e komplikume, nuk mendoj që emisioni edhe formati i tij e bartë e përballon, do të thonë që të flasim për këtë temë. Dhe gjendja atyre që janë të divorcuar as të burri, as të baba. As të burri, as të baba. Për këtë arsye, sikur të respektoheshin udhëzimet e Islamit, gratë e divorcuara do të kishin përkujdesje, të paktën do ta kishin mehrin, domethënë që u asiguron një lloj mirëqenie, do ta kishin trashëgimin e babës, edhe nuk do të mbeteshin në sokak. Vazhdojmë tutje, alo. Alo, Noni. Alo. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Do shta mi avo një pyetje Hoxhës. Unë jam një grua e martume, edhe freku më ka vdek burri që 2 javë. Tashti pesha andër çdo natë. E kisha me vetë Hoxhën apo dhe në shka më kishë këshillu çdo natë pesha andër, po nashta edhe që ku më rujtë edhe në spital, s'e di, a nashta veç që edhe që po mërzit na për shka është a më mjak nuk doja sina, shka më këshillu Hoxha. Edhe ma në fond do më tha, për dem në sikur një farë amaneti, tha, hajtë fa se ty të këshyrë Allahi. Allahi, tha, kejtë lula, tha, ka më të abo ty. Edhe i thash, amen, thash, po se kum besu vdekjen, veç kër i ka pa prit pa kujtuaj, o ditë që është pak i smut, po bash, Allahi do ishte e mort. E tash të vëj një qëtë pyetje Hoxhës, a ka mundësi jasina mi këtu. Falenderit. Falenderit. Po Hoxh? Allah e mëshiroft vdekurin tuaj, sahi vdekja është befasishme kryesisht, tani pse të dikush vjen si pasojë smundje ose kështu me radhë, po njerëzit smurën edhe shnoshën, do të thonë nuk vdesin të gjithë. Për këtë arsye ne secili do të jemi të gatshëm për vdekjen në kuptimin e veprave të mira. Duhet të gjindemi aty ku është kënaqësia e Allahut fuqiplot, në mënyrë që kurdo që të vjen vdekja, Allahu të na marrë me mëshirën e tij, edhe për familjarët tjetë pastaj më e lehtë me bo sabër, se e përballojnë mërzin për ndamje, po e dinë se njeriu i mirë kur ndahet nga kjo jetë shkon te Allahu edhe atje është shpresa që e gjenë më mirë se që e kalon këto. Andrat nuk kanë ndonjë kuptim, por sigurisht janë përjetim ose pasojë edhe e pikëllimit e mërzisë tënde. Kështu që lutu për te, lutë Allahun që Allah ta falë, ta mëshiroj, dhe lutja është ndoshta gjëja më e mirë që njeriu mund të bëjë për të vdekur. Vazhdojmë tutje, kemi një tjetër telefonat, alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për Hoxhën. Po, Noni. Që në i foli 5 kohë namaz, po kur po marr abdes, jam smut për komve, e ta shtë kur që shtë më i milosh për më shefë se me dhe është lakë për mi. Ta sham njetë e abdesit se ma që shtë. E ke qartë Hoxh? Po. Falenderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Nuk bën ashtu me marr abdes. Nuk bën ashtu me marr abdes, po ai person i cili ka problem me lamjen e këmbëve, zgjidhja është në mëngjes, merr abdes edhe i ndihmon dikush, i lën këmbët. I mbath çorapat e trasha, edhe pastaj në abdestin tjetër merr abdes edhe e fërkon çorapat, nuk i drejt me i fërku këmbët. Do të thonë me dorë të lagët, veç fërkim të thjesht këmbëve nuk bën. Këmbë do të me i la nëse je këmbë zbathën.
ose i fërkon çorapat nëse i ke mbath me abdes. Kështu që zgjidhja është në mëngjes. Ndihmon dikush mi la komt, i mbath çorapat, ton ditën mos i dath çorapat, e pastaj vetëm komve ju jep mes me çorapat trasha. Faleminderit shumë. Faleminderit aty ku ishte kënaqësi si gjithmonë. Tash me kështu arritëm në fund të takimit të sotëm. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.